Të nderuar besimtar, në ajetin që lexova fillim të hutbes, Allah thot: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Padyshim që ne do të sprovojmë situata më të ndryshme të Zotit i gjithësisë, me diçka duke ju dhënë frikë her pas here, frikë për jetesën tuaj, për paksimin e pasurisë tuaj, për paksimin, për largimin e njerëzve tuaj të afër, thot Allahu Azza wa Jall, dhe përgëzoi ata që durojnë thot Zoti i botës. Jeta e kësaj bote është e përkohshme, Zoti i gjithësisë ka caktuar për çdo kënd prej nesh sa do të jetojë, sa do të fitojë dhe çfarë do të arrijë në këtë botë të përkohshme. Dhe ky është një nga principet themelore të besimit, ta besosh në caktimin e Zotit të madhëruar, atë që Zoti ka shkruar për gjithë secilin prej nesh, dhe ne në ta të bëjmë vepra të mira në këtë botë të përkohshme që është bota e zbotës. Jeta e kësaj bote është e përmbledhur me dy situata të përgjithshme që janë dy kryesore në jetën tonë të kësaj bote të përkohshme. Njeriu do të përballet në këtë botë me situata që japin idhërim, që japin stres, që japin ngarkesë emocionale, që japin një mërzitë, që japin një trishtim, dhe njeriu që beson Zotin e botëve padyshim që duron, sepse e di që është e përkohshme çdo gjë, e di që po provohet në këtë botë përkohshme. Dhe situata tjetër është Zoti ne na jep mirësitë pafundme, dhe ajo që i takon robit që adhuron Zotin e Madh Allahun Azza wa Jall është që të jetë falendërues ndaj mirësive të pafundme që Zoti i gjithësisë na jep çdoherë të nderuar besimtar. Sot do të flasim pikërisht për një sëmundje shpirtërore ose psikologjike që është stresi, që është ankthi, që është pikëllimi, i dërimi i njeriu në epokën moderne që ne po jetojmë, nderuar besimtar. Sot gjithnjë më shumë njerëz ndihen të mbilarkuar, të shqetësuar dhe të tronditur nga streset e përditshme. Problemet ekonomike në një anë, problemet familjare e shoqërore, presioni i jetës moderne, presioni i teknologjisë, i rrjeteve sociale, paqëndrueshmëria emocionale, frika për të ardhmen që e kanë kapluar këto situata njeriu e çojnë drejt stresit, pikëllimit, të ankthit në jetën e kësaj bote të përkohshme, dhe njeriu nuk i jep dot rrugëzidhje kësaj situate në të cilën ai përballet, nderuar besimtar. Islami na mëson që kjo është një ndjenjë e natyrshme. Çdo kush, edhe tek profetët padyshim që ata kanë pasur kërkesë emocionale, kanë pasur pikëllim, kanë pasur idhërim në jetën e tyre. Ajo që na mëson Islami na mëson që ne të dimë se si të bëjmë mballë pikërisht këtyre sëmundjeve shpirtërore dhe psikologjike që gjithë secili prej nesh mund përballet në situata më të ndryshme. Ajo që bën diferencën nga njerëzit e tjerë është padyshim është mënyra se si ne i qasemi dhe mënyra se si ne e kurojmë të sëmundje psikologjike dhe shpirtërore që çdo kënd prej nesh mund ta kaplojë në situata të vështira. Fillimisht duhet të kuptojmë se ne, si qenë njerëzore, jemi të përkohshëm dhe jemi të dobët. Kemi nevojë për madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe ne, duke qenë të dobët, padyshim, jemi krijuar në atë formë që ne duhet të kthehemi tek madhështia e Allahut Azza wa Jall. Do të kthehemi tek ai që ka në dorë çdo gjë dhe padyshim, kjo është ajo që ne e menaxhojmë për situata të pakëndshme për çdo kënd prej nesh të nderuar besimtar. Padyshim, thot profeti alayhis salam, çdo lodhje, çdo pikëllim, çdo ngarkesë, çdo idhërim, qoftë edhe gjëmbi që hyn në këmbën e njeriu, bëhet shkak që njeriu të shlyhen gjunahet të profetit alayhis salam. Pra edhe vetë pikëllimi, ankthi, idhërimi që ne kalojmë në jetën e kësaj bote të përkohshme është një mënyrë bëhet për shkak që Zoti ne na jep dëshirën e tij
na jep faljen e gjunaheve të nderuar besimtarë. Padyshim, lidhja me Allahun është burimi i qetësisë. Ai që është musliman që ka dëshmuar që Zoti është njëri vetëm dhe që adhuron vetëm Allahun azza wa jalla dhe që nështrohet vetëm Zotit të botrave, që i shkon sejdë, që i përulet vetëm Allahut fuqiplot, padyshim që burimi i çdo mirësie, burimi i çdo qetësie shpirtërore padyshim është tek Allahu azza wa jalla. Ai është al-mu'min, ai që i jep siguri njerëzve. Ai është as-salam, paqëdhënës. Ai jep paqen e brendshme çdo kujt prej nesh. Ai është i gjithditur, ai është që dëgjon çdo gjë, që di çdo gjë, që di çdo hall, që di çdo siklet, që di çdo derë, që ka çdo kush prej nesh, çdo hall, çdo pikëllim, çdo smundje, çdo situatë që kemi padyshim që është Allahu azza wa jalla, ai e di çdo gjë. Dhe padyshim në këto situata të tilla të antit, të stresit, të mbigarkesës emocionale, të hidhërimit, të pikëllimit, padyshim që ne forcën e burimit e kemi tek madhështia e Allahut azza wa jalla, që ai ndryshon çdo gjë. Forcën ne e kemi tek ai që ka ndorë dëmin dhe dobinë e çdo gjëri. Forcën e kemi tek ai që i thotë diçka e bërë dhe jo bëhet më njëherë. Forcën e kemi tek ai që ka krijuar çdo gjë. Tek ai që ka forcën e çdo gjë, tek ai që ka pushtetin mbi çdo gjë, tek ai që ka krijuar çdo gjë mbi qiell dhe mendon dhe çdo gjë që është e syri njeriu bashkë njeriu në ka krijuar Allahu azza wa jalla dhe ne për çdo situatë padyshim do dimë që të shtrokasim në derën e Allahut azza wa jalla. Shpeshherë ne në situata të vështira për të cilat do flasim ne nuk dimë të trokasim në derën e Allahut azza wa jalla, mendojmë që ne i bëjmë bazë sfidave të jetës, por njeriu nuk duhet të rregohet me ndjemat, por duhet të strehohet, të mbështetet Zotit të botrave dhe të strehohet tek madhështia e Allahut azza wa jalla. Dhe në këtë situata që edhe ne si besimtar padyshim përballemi, ne kemi pikërisht kushtimin ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vini re në vërtet që zemrat e njerëzve e njeriu qetësohen vetëm kur përmendin Allahun azza wa jalla të nderuar besimtar. Fa idha faragta fansab ila rabbika farghab. Dhe kur të çlirohesh nga punët e kësaj bote, atëherë përpiqu fort dhe përkushtohu vetëm duke adhuruar Allahun azza wa jalla. Pra, shko drejt Allahut azza wa jalla. Kujtoj që çdo situatë që ty të ka bërë që të stresohesh, që të kesh ankth, që të kesh stres, që të kesh pikëllim dhe hidhërim, kujtoj vetes që Zoti thotë inna ma'al usri yusra. Padyshim që bashkë me vështirësinë Zoti dërgon edhe lehtësimin për çdo situatë dhe asgjë nuk është e përhershme në këtë botë. Sëmundja nuk është e përhershme, pasuria nuk është e përhershme. Sot je i pasur, nesër mund të bëhesh i varfër. Sot ke një hall, do ikën ai hall, do vjen një hall tjetër. Gjërat në këtë botë nuk mbarojnë dhe janë përkohshme, vetë njeriu është i përkohshëm dhe njeriu me gjërin e tij do të kthehet tek Allahu azza wa jalla që është i përhershëm. Dhe këtë situata marrin deri kur ne lidhemi me përhershmin me Allahun azza wa jalla dhe ne të formi me bazë sfidave. Prandaj lidhja me Zotin i bën bazë çdo lloj sfide të ndëruar besimtar. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu ka dorë, është kompetent i plotfuqishëm për të bërë çdo gjë. Pikërisht nuk ka situatë të ngarkuar që ngarkohet njeriu psikologjike, çdo lloj situate, stres, ankth, pikëllim, në familje, në punë, në shoqëri, kudo që të jetë, padyshim që ne strehimin do ta gjejmë tek ai që ka ndorë çdo gjë që është i fuqishëm për të bërë, për të ndryshuar çdo gjë. Ktheu tek Allahu azza wa jalla. Kujtoj që Zoti kur të pyesin robët e mi për mua i thuaj Muhammed që unë jam afër dhe unë i përgjigjem thirrësit të lotësit. Dhe ata të jenë në rrugën e udhëzimit, besojnë mua dhe të formën tjetër, drejt udhëzimit për hershëm të Allahu azza wa jalla. Një lutje. Shko ku ke një hall, merr abdest dhe fali 2 rekate dhe kërko nga Allahu azza wa jalla.
O ju robët e mi që keni ngarkuar veten me gjunahe, ose humni shpresën, asnjëherë nga Allahu Azza wa Jalla, sepse ai i fal të gjitha gjunahet, sepse ai është falës dhe është i mëshirshëm me robët e tij. Allahu i dhurohet kur ne nuk kërkojmë na. Pra, halli deri që ke në zemrën tënde, në shpirtin tënd, në spari tregoja, shfaqja atij Allahu Azza wa Jalla që ti mbulon mëkatet, që ti ka dhënë të gjitha mirësitë, që të ka falë jetën, ka dhënë fëmijën, ka dhënë pasurinë, të ka dhënë shëndetin, ka dhënë të gjitha begatitë që nuk numërohen dot, nuk i numërojnë dot. Prandaj spari ato halla, ato derdhë që ti ke. Mësbari tregoja, shfaqja të psitë tua, Allahu të madhëruar dhe ke përparë që këto markesa psikologjike, shpirtërore do të largohen, sepse padyshim kur ne strehemi tek madhështia e Allahut Azza wa Jalla, i prim balë çdo lloj sfide. Profeti alayhis salam na thot, kur ndjeja shqetësim në situata të ndryshme, citoja drejt namazit, drejt adhurimit, thot profeti alayhis salam. Dhe unë të nëjësim më të madhe, thot profeti alayhis salam, e madhe kur unë fal namaz, thot profeti alayhis salam. Dhe robi është më afër me Zotin e tij ku ai është në stetë të lëruar besimtar. Profeti alayhis salam lutej në këtë formë të lëruar besimtar: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot, më mbro nga brenga, nga trishtimi dhe nga hidërimi, lutej profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra këto janë ndjenja që në spari, ashtu si profeti duke qenë në rrogë, dhe profeti i fundit, njeriu më i dërguar në pozitën më të lartë tek Zoti i botës, dhe ai lutet Zotit. Pra strehohet tek madhështia e Allahut Azza wa Jalla, nuk i bën sfidë këtyre problemeve psikologjike dhe shpirtërore, për i lutet madhështisë Zotit për çdo situatë. O Zot, ti më mbro nga brenga, nga hidërimi, nga pikëllimi, nga ankthi, nga stresi, nga çdo situatë që ka njeriu. Pra strehohet tek Zoti i madh, tek Allahu Azza wa Jalla. Në anë tjetër, kjo është një ndjenjë shumë normale, që çdo kush mund të ketë hall, mund të ketë stres, është diçka, një ndjenjë shumë normale e natyrshme, një ndjenjë e natyrshme njerëzore. Profeti alayhis salam i qonte shokët e tij ku kishin halle, ata i flisnin çdo hall, çdo festim profetit alayhis salam, por edhe këshilloheshin me njëri tjetrin. Pra njeriu nuk të bëhet ka nevojë ta shpreh derdhin e tij, hallin e tij, një miku të sinqert, një vllai i sinqert, ai ka nevojë të shpreh ato ngarkesa që ka, ato probleme që ka, sepse halli kur flitet, kur tregohet, lehtësohet tek një mik i mirë, tek një vllai i mirë dëruar besimtar, por asnjëherë mos e mbaj ngarkesën tënde psikologjike brenda teje, por tregoje, shfaqje, sepse Allahu kështu na mëson dhe kështu na mëson edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti edhe ai ishte mërzitur biles, njihet në historinë islame viti i pikëllimit, i hidërimit, që ishte viti ku i ndroi jetë Xhaxhaji i Abu Talibit, dhe i ndroi jetën e bashkëshortja e tij e dashur Hatixha radhiyallahu anha, dhe është quajtur si viti i pikëllimit, i hidërimit. Por profeti asnjëherë nuk ndaloi së vepruar. Edhe pse të gjithë i kishte kundër, e gjithë politika atëhershme ishte kundër, e gjithë paria e Mekasve ishte kundër profetit alayhis salam dhe kundër atij grupi të vogël besimtarësh, ai nuk rreshti asnjëherë se kërkuai ndihmë, falje nga i madhi Allahu i nderuar besimtar. Pikërisht në lutjen që lutuam pak më lart, profeti e vazhdonte lutje, dhe pasi i lutet Zotit: O Zot, më mbro nga hidërimi, nga brenga dhe nga pikëllimi, i thot: wal ajzi wal kasal, dhe më mbro nga pavësia për të vepruar dhe nga përtaktësia. Gjëja që e çon më së shumti janë të lidhura me njëra tjetrën. Fillimisht kërkon ndihmë nga hidërimi, nga pikëllimi i brendshëm që mund ta ngabrojë çdo kënd për nesh. Njëkohësisht i kërkon që o Zot më ruaj mua nga pavësia për të vepruar, për të bërë diçka, dhe nga përtaktësia, pra mos pas që mos kesh fuqi, mos të kesh vullnet për të bërë gjëra punë të hajrit. Pikërisht kjo është edhe zgjidhja e njëkohësisht. Njeriu shkon drejt stresit, drejt ankthit, sepse njeriu qëndron në vend, nuk bën asgjë. Stresi, ngarkesa, ankthi, hidërimi që ka bërë zotën për nesh nuk largohet duke ndenjur në vend.
por bëj një punë të mirë. Ndihmoje një jetim, merre Kur'anin, lexoje Kur'anin, përmende Zotin. Qofu natën, merr abdes, hapi sejadan dhe fali 2 rekate, kërkon ndihmë nga Zoti i botëve. Kërkon nga Allahu mëshirë, falje, kërkon nga ai çdo gjë që ti ke. Por të lutem bëje diçka. Por të lutem bëj një punë të mirë, mos rri në vend, mos rri sepse koha nuk rri në vend, sepse vdekja vetëm se afrohet, ballafaqimi me ahiretin vetëm se afrohet, prandaj ti mos rri në vend, sepse je në një shesh punimi, je në një shesh sprove, që një ditë do të japësh vëllari për të gjë. Prandaj vepro është në duart e tua, mundësia që ti të vegosh të bësh diçka të ndryshosh në jetën tënde. Prandaj bëj një punë të harrit, si thot Imam Shafiu, ai njeri që s'bën asgjë, që jetën e kalon me bashkëlqje, shejtani patyshim ja mbush me gjëra jo të hajër. Prandaj ti mbush jetën tënde me negativ, me punë të mira dhe ke përbërë që kur jep një sadaka një jetimi, një nevojtari, ai stres, ai ngarkesë, ai hall që ti ke të largohet, si me magji ti pa e kuptuar fare, kur ti jep për hir Zotit një sadaka e vogël, ajo buzëqeshja që merr ai fukaraja e jetimi kur ti e ndihmon, ajo të jep një kënaqësi që nuk e përshkruan dot, vetëm momenti që përjetohet pikërisht në ato çaste të ndëruar besimtar. Pra të kërkosh ndihmë nga pavësia për të vepruar dhe nga përtatësia nga debelizmi, dhe to janë 2 sfidat bashkëkohore që ne i hasim çdo ditë, që njerëzit nuk kanë me çfarë merren dhe merren ato gjëra që si bëjnë dobi edhe në të botë edhe në botën tjetër. Dhe padyshim kjo është humbje në këtë botë, dhe padyshim humbja më e madhe është në botën tjetër të ndëruar besimtar. Profeti alayhis salam përballë çdo lloji situate gjithmonë i motivonte shokët e tij, i jepte shpresë. Dhe pikërisht edhe njeriu sot në tërësi ka nevojë për shpresë, ka nevojë që të motivohet, ka nevojë që të kapet pas atyre gjërave që janë të bukura. Dhe kur njeriu mendon bukur, merr lezetin e jetës, dhe kur mendon mirë, patyshim që ai do të ketë vetëm mirë në jetën e tij, dhe në këtë formë ai motivohet dhe vepron dhe largohet nga pavësia dhe nga debelizmi për të vepruar të ndëruar besimtar. Profeti alayhis salam kur emigroi me hijret të detyruar nga Mekka për Medinë, zgjodhi një shok për këtë rrugtim kaq të madh dhe historik që ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Patyshim njeriu përballë këtyre gjërave ka nevojë, këtyre sëmundjeve psikologjike dhe shpitalore ka nevojë për një shok të mirë, sepse edhe i dërguari i Zotit në një situatë të tillë, në një vendim kaq të rëndësishëm, ai zgjodhi një shok që ishte Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe ne dim vlerën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Dhe kur i ndiqnin qytetarët, ushtarët e politeizëve të Mekës për të vrarë profetin alayhis salam dhe Abu Bekrin radhiyallahu anhu, kur ishin strehuar në shpellën dheu, ku Allahu vinë qytetarët, ata njerëz që ishin paguar dhe ishte përmenduar një çmim maramendës që vetëm t'i çonin kufomën e profetit sallallahu alaihi wasallam, të shkojnë deri në hyrje të shpellës dheu, dhe Abu Bekri i pullonte djersa nga frika se mos i vinte ndonjë dëm profetit alayhis salam dhe profetit në buzëqeshje. Në një situatë tillë, dihet në shpellë dhe njerëzit që duan vrasin i ke jashtë shpellës. Dhe Abu Bekri ishte shqetësuar jo për veten e tij, por për jetën e profetit alayhis salam, sepse ata e thonin më shumti se jetën e tyre profetit alayhis salam, dhe ishte shqetësuar dhe profeti e sheh në buzëqeshje i thotë: "Ma dhannukum bithnayn, Allahu thabituhuma." Çfarë ndeti Abu Bekri? Pra ata dy, pra për ne të dy, kur i treti është Allahu azza wa jalla. Pra mendimi i mirë për Zotin e botës. Ana inda dhanni abdi bi. Unë jam ashtu si që robi, thot Allahu një atithusi, ashtu si që robi më pande mua, ashtu si që robi në ndonë për mua. Qëse ti me ndonë që Zoti është një mirë, të jetë vetëm mirë. Qëse ti me ndonë që do të kesh mirësi në jetë, Zoti ka përdojnë mirësi. Pa unë jam ashtu si që më pande, robi një, thot Allahu azza wa jalla. Dhe Allahu urdhëron që me imamët të thurë një rrjetë në hyrje të shpellës dhe largohen këta njerëz që ishin paguar për vrarjen profetit alayhis salam. Pa shikoni besimin, mendimin e
mirë për Zotin e botëve dhe sigurinë që i jep besimi njeriu përballë çdo lloj situate dhe është në jetin që zbret. La tahzan inna Allaha ma'ana. Dhe ky është një jetë që çdo besimtar duhet ta mësojë përmendesh dhe ta jetojë çdo ditë që përballet me situata jo të hishme, jo të këndshme për natyrën njerëzore dhe njeriu është drejt aktit, drejt stresit dhe drejt frikës për të ardhmen. Çfarë do të bëhet me jetën time? Çfarë do të bëhet me fëmijën e mi? Thuaj, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos me dhëro, mos u pikëro. Allahu është me ne, i tha profeti alayhis salam në Kubekë. Dhe kjo është shpreha që çdo besimtar i thojë vetes tij në situata të tilla të vështira. La tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u dhëro, mos u pikëro, Zoti është me neve. Dhe kjo është motoja që ku të ketë çdo besimtar ndëruar vëllezër. Allahu latifun bi ibadihi. Allahu është i butë me robët e tij. Yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Ai i jep rrizq e furnizon çdo kënd. Si doj Allahu azza wa jalla, ai është i fuqishmi, ai është gëzëruesi i vërtet ndëruar besimtar. E lutim Allahu azza wa jalla për falje, për mëshirë. Ndonjëherë edhe gjunahet tona janë shkuar aq shumë ndëruar besimtar dhe istighfari ka një rol shumë të rëndësishëm për qetësinë shpirtërore, për qetësinë e brendshme të gjithë secilit prej nesh të nderuar besimtar. Prandaj ka profeti alayhi salam, "Men lazima istighfara, ja'ala Allahu min dhayki bi kulli dhaykin makhraja." Ai njeri që në pjesë të jetës tij të kërkuar falje të Zotit të Zis, duke i thënë vazhdimisht astaghfirullah, Zot më fal. Allahu për çdo vështirësi, për çdo pikëllim që ka, Allahu i jep rrugëzidhje, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri që bën këtë pjesë të motës së jetës së tij, Allahu e furnizon nga nuk e pret, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahu që ka japë zemra të qeta, ta largoj stresin, akti pikëllimin tonë dhe ta forcojë besimin tonë, ta bëjë për atyre që jetojnë jetën e tyre me durim.